Përshëndetje, Mirdita, atëherë kemi këtu aktoren, Mirdita, Flavia Bakiu, sepse edhe për mua është kënaqësi, jam prezantuar gjatë Alba Festit, domethënë festivalit të artit, që këtë edicion të parë ja kemi kushtuar teatrit. Flavia, duke qenë se është hera e parë, një prezantim i shkurtër yti. Cila është Flavia Bakiu? Kush është Flavia Bakiu? Pyetja më e vështirë. Në mënyrë shumë sintetike. Flavia Bakiu, që jam unë, jam lindur në Durrës, në Shqipëri, dhe jetoj në Itali që kam qenë 9 vjeçe. Jam aktore, punoj në teatr dhe në kinema, jetoj në Bologna. Dhe kam ardhur këtu në Brescia, e ftuar nga Valbona dhe nga qendra Oda, me shumë kënaqësi, është një emocion tepër i madh për të qenë pjesë, domethënë, e këtij momenti të rëndësishëm artistik për artin për herë të parë. Dhe unë sot që është e diel, kam kënaqësinë të jem me një grup fëmijësh të vegjël që do bëjnë teatr. Pra, roli yt në këtë Alba Fest, po themi midis të tjerave, është dhe laboratori i teatrit për fëmijë. Po, që e kemi quajtur La voce è una favola, zëri është një prallë. Domethënë që është diçka e bukur, sepse do kisha qejf me fëmijët sot të punonim pak me zërin, me kujtimet, domethënë çfarë do të thënë të kish kujtime kur je kaq i vogël, dhe të punojmë me do mundosh të futesh pak në thellësi të botës së tyre. Pikërisht, edhe pse është e bukur t'ja lesh atë misteri, kurioziteti, dhe do rrim më shumë se një orë bashkë, me ushtrime, me këngë, edhe me valle, dhe do shohim çfarë magjie do na dhurojnë, sepse fëmijët dihet që kanë një botë të mrekullueshme, edhe të pastër. Po mbi të gjitha. Po, më duket se duhet ta mbyllim me gjithatë unë nuk të lëshoj, nëse më parë nuk më thua një përshtypje të përgjithshme në lidhje me festivalin. Atëherë, dihet që gjithmonë herat të festivalit të Alba. Sepse realisht ky është edicioni i parë. Kështu që dihet, çdo gjë që është e parë ka ato vështirësirat e veta, por nuk kemi parë një gjë e vogël, domethënë që është e rëndësishme, nuk kemi parë asnjëherë ato streset, apo nuk janë çdo gjë me buzëqeshje, me mikpritje, siç e kanë shqiptarët, edhe italianët, dhe të gjitha kurset, spektaklet, artistët që janë ftuar, ju si qendër Oda, çdo gjë me një zemër të hapur edhe me syt ke e ardhmja, dhe kjo është gjë më e rëndësishme. Shumë komplimente juve dhe faleminderit. Faleminderit dhe ju, faleminderit që erdhët, faleminderit për praninë dhe faleminderit për gjithçka që po na dhuroni gjatë këtyre ditëve. Sot është dita e fundit, do ta mbyllim, kështu që e mbyllim me faqe të bardhë. Me faqe të bardhë dhe me çik të qara, se tash na vjen keq kur përbarojmë gjëra. Që do ndahemi sepse kemi 3 ditë që jemi bashkë. Mirë, ne po të lëmë për këtë fëmijë. Po të lëmë në punën tonë. Faleminderit. Faleminderit.